Dje në ora 12:55 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 19 vjeçar nga Tetova ka raportuar se një natë më parë, para një objekti hotelerik në Tetov, pas një mosmarrveshjeje të mëhershme, është sulmuar fizikisht nga një i punësuar në objektin hotelerik, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 11:25 në rrugën lokale nga fshati Bogovin drejt fshatit Kamjan, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 22 vjeçar nga fshati Zherovjan i Tetovës. Gjatë një kontrolli në komunikacion, policia ka ndaluar një moped me targa të Tetovës dhe pas masave të ndërmarra është konstatuar se ai e drejtonte mopedin pa pasur të dhënë provimin e vozitjes. Mopedi është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, i tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në orën 21:40 në anët e Mavrovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga fshati Senokosi Gosivarit. Gjatë kontrollit në komunikacion është ndaluar një automjet i tipit Golf me targa të Gosivarit dhe është konstatuar se 25 vjeçari e drejtonte automjetin pa pasur patent shofer. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të pasojë kallëzim përkatës. Sot në mëngjes në ora 3 në Gosivar, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 39 vjeçar nga Gosivari, duke vepruar pas një denoncimi paraprak nga bashkëshortja e tij 39 vjeçare se ai e kishte sulmuar fizikisht në shtëpinë ku jetojnë. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në Gosivar, zyrtar policor nga njësia për kriminalitet të paligjshëm në Gosivar kanë privuar nga liria një qytetar nga Gosivari pasi tek ai është gjetur marihuan. Më vonë rreth orës 23, pas një urdhri gjyqësor, policia ka kryer bastisje në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të 33 vjeçarit në Gosivar, i cili më herët i kishte shitur marihuan të privuarit nga liria. Gjatë bastisjes është gjetur marihuan ndërsa ai është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ndërmerren procedura përkatëse.